Jo me vejnë vetë këta, jo se kam vetë, po e vejnë vetë se nuk duan të quajnë emigrant. Kanë turp të quajnë emigrant. Megjithatë, kjo diaspora që erdhi, ju e pat, erdhi i ditët nesër niku. Nuk është diaspora apo emigrantë që të transportojnë, të sjellin. Jetima Venaliu këtu. Dakor, pra, po edhe aq për një ditë duhet me qenë falendërues gjithsesi. Ore, dëgjoj falendëruesi, dikur do isha unë apo jo? Falendërues do isha do të thosha, o zotri, ky po na vjedh tokat. Po na pushton. Ju, emigrant, ktheu në Shqipëri. Hajdini në tokat tuaja, mbushini fshatat, mbushini qytetet. Që ti hiki ky njeri. Se kësa i thonë, më ka ardhe me pushtu vëndin, unë hiki edhe i them, çlirohet vendi. Keni një gjuna njerë që të thonë, të bëjnë thire të kthehemi në Shqipëri? Jo me jo. Se duan e atin e tyre. Edhe vinë këtu me bo spektakle. është më e dëmshme ajo që vinë për një ditë dhe zhduken se sa mos vinë fare. Qofse duan të flasim realisht, qofse duan mëse të bëjmë qefin, e them protesta madhështore, u bë kjo, u bë ajo. Kush është rezultati? Se në fundit, kur niset një protest, ka rezultat. Rezultati kush është? Rezultati kush është? Po cili mund të jetë rezultati në këtë rast? Është rezultati se atë protest do ta kthesh në protestë ekonomike me kërkesa ekonomike, mos zotri. Jo me kërkesa politike, me kërkesa ekonomike. Sepse ata në rrjeshtimin e bën gabim. Ju e keni parë, pika parë është dorëheqja e Ramës në mënyrë të panegociueshme. Po mirë, iku Rama, po këto për kërkesat e tjera, për çfarë vure? Do apo të bësh protestë tjetër kur të vijë qeveria tjetër. Domethënë, duhet të kuptojmë një gjë. Grupi organizator ka një problem. Grupi organizator del në protestë për të marrë përsipër protestën, e para për të vendosur pikat dhe për të vendosur pikat e kontaktit. Sepse çdo protestë ka edhe afate, ka dhe përshkallëzime, ka dhe bisedime. Nëse ti nuk arrin të komunikosh, nëse ti thua vetëm kjo është e imja dhe kjo mbaro filmi këtu, atëherë ky lloj përshkallëzimi duhet dalin një konflikt tjetër përse. Qofse ti thua unë këtu, tashi unë e kuptoj protestën, shumë mirë e bëjnë që e bëjnë, jam pro protestës se atje jam për ditë, por nuk shoh që të lëvizi protesta. Kemi ngel aty, marrin mikrofonin, zihen kush flasin me mikrofon, edhe ata që flasin dalin atje kot. Nuk japin asnjë lloj fryme, protesti nuk ngre frymë. Po, a ka një dorë nga pas që organizon gjithë këtë protestë, sepse erdhi në mënyrë krejt papritur, duke pasur si indicje ato incident në Zvërnec. Po patjetër më erdhi, patjetër ka dorë, se nuk mundet. Po ta veni re, ditën e parë protesta kanë qenë të thirrura 4 grupime protestash në 2 të orë në të njëjtën vend. Po pse pa ju e mendoni se shqiptarët u ngritën merrën notës edhe u ngritën për flamingot? Apo për atë që u tërheq varë Zvërnec? Pikërisht pra. Ka shqiptarët, po këtu e mbra mes Tiranës se ka çakove njëri. Kemi qenë dëshmitarë. Jemi ngrit me 5 vetë, jemi ngrit në protestë, se janë vrarë njerëz. Zoti Merkoçi, në këtë rast, a e di Rama se kush po ja bën vërtet këtë protestë kundrejt tij, pra që kërkon largimin e tij nga pushteti, pra ka një dorë që ai vërtet e di se kush qëndron mbrapa? Patjetër e di. Është në marrëveshje. Absolutisht. Protesta nisi në mënyrë të beftë. Nisi me emrin e Ivankës edhe të Kushnerit. Dhe po të vini re, gjithë media botërore nuk jepte luftën në Ukrainë, as ngushticën e Hormuzit se ç'pëndon dhe ku është gjithë ekonomia botërore, po jepte protestën në Tiranë. Po si shpjegohet kjo? Patjetër që Europa luftën që kërkoi të bëjë, ose goditën që kërkoi të bëjë kundër Trumpit e realizoi nëpërmjet Shqipërisë. Pompeo dhe Cezari gjithë betejën e bën në Shqipëri, nuk e bën në vendet e tyre.
edhe sot Europa po përdoret. A janë zot shqiptarët ta shfrytëzojnë në të mirën e tyre është problemi, nuk është problemi se kush e bën, është tepër e qartë që Europa do ta bënte një sulm të tillë dhe bëri realizoi. Por problemi është, thash edhe herë, tek shqiptarët, do dinë shqiptarët ta realizojnë këtë lloj proteste, ta rikthejnë në favor të tyre, pavarësisht se kush e nisi, si u bë, kush e financoi, ç'a bëri. Këtu është gjithë problemi. Dhe unë pranoj tash që mbaroi ajo pjesa e parë e 20 ditëve, apo 10 ditëve, e cila ishin flamingot, etcetera, jo Ivanka, jo Trumpi, jo ky, jo ai, mbaroi. Kjo televizionet e botës sot s'japin më për protestën e Tiranës, se gjithë televizionet nuk japin më për protestën e Tiranës, dhe vjen puna tashmë. Shqiptarët, a janë zot ta kthejnë këtë, duhet ta kthenin, pikërisht pse them duhet ta kthenin në çështje ekonomike. Në këtë rast, në këtë rast ka element gjerman apo të vendeve tjera europiane apo amerikan që ja kanë hequr vizën e Tiranës dhe tentojnë që ta rrëzojnë nga pushteti në një mënyrë të tillë? Atëherë unë po të them vetëm kaq. Ja u kam thënë edhe të përsëris se përsëritja është më dijes. Ju kam deklaruar që në dasmën e Sorosit, të Aleksit, nuk ishte dasëm, ishte mbledhje. Dhe Rama ju kam thënë që Rama është caktuar nga Kabala dhe nga Sorosi që do të qëndrojë në qeveri me çdo kush, me çdo formë, me çdo çmim dhe çdo mënyrë. Ndoshta njerëzit e kanë marrë si retorik të zakonshme, nëse unë e kam pas tepër seriozisht këtë. Dhe Rama po tregon hapur që do përdori çdo lloj forme, çdo lloj mënyre, edhe degradimin e protestës, edhe goditjen e individëve, edhe çdo gjë do ta bëj vetëm që Rama të qëndrojë në atë post. Po të shihni edhe mbështetja që është tek europianë, janë gjithë partitë e majta, partitë e gjelbra, partitë e majta, gjithë ata janë ngritur dhe po bëjnë atë mbështetjen që po i bëjnë protestës. Por tash ishte momenti që u arrit, themi, qëllimi i tyre, dhe tashmë ata vazhdojnë për inercinë e tyre, kanë mundësi, sepse të majtët e kanë këtë lloj propagande që bëjnë atë llojin e propagandës e tjera. Por me sa duket, thash, Rama po luan një politik tjetër, një politik të cilët kërkon edhe vetë Partinë Socialiste ta ndaj në dy pjesë, në një pjesë ku quhet pjesa e majtë ekstreme, dhe pjesa tjetër e moderatoria që shkon drejt atyre një partije të pasurish, tipit të djathtë. Se mos harrojmë se Rama ka qenë qoftë në kongresin e TSU-s të Europës, ka qenë edhe në kongresin e Melon. Janë dy pozicione ku e djathta tenton, janë të djathtës dhe çuditërisht Rama ka qenë i ftuar në ato. Dhe ka një politik tjetër të cilët ai po kërkon ta zhvilloj për të zhdukur, domethënë atë që quhet ne reakcionarëve, ai nuk na do, atë çop më bëjnë. Ne na sulmon në çdo lloj forme, çdo mënyrë, dhe ai do mundohet me çdo kusht që djathta konservatore mos të ekzistojnë në Shqipëri. Kjo është qëllimi i Ramës, dhe ai kërkon bëj një parti tashmë, tash ta ndaj partinë, prandaj është ato lëvizje që bëhen brenda Partisë Socialiste për ta ndarë partinë në dy pjesë. Pjesa e majt braçe e Erionat dalin si majtistët e thekur të partisë, nësa këta dalin ata pjesa e parelive të themi të partisë, sepse koncepti këtu kanë, nëse ke para që është i djathtë, e kupton. Pra, vazhdon ajo propaganda e të majtës, por në atë formën që din ata ta bëjnë në atë lloj forme. Kështu që Rama nuk e ka problem qëndrimin në post. Rama nesër mund dalit e balkonit, thotë unë jam dërheqen, krijon krizë parlamentare, futesh direkt në zgjedhje të parakoshme, kështu që prandaj thash duhet mekanizma për ta hequr Ramën në mekanizme ekonomike, që kushdo lloj qeverie që të vi mas Ramës të ketë detyrën për zbatimin e kërkesave ekonomike të vendit. Jo pa qëllim thash, nëse Rama vendos minimumin etik, po letrej aty. Është i Zotit ta bëj, se bën. Se nuk e bën asnjë nga partitë politike nuk e duan. Ju e keni pa, Berisha doli për shembull tha që minimumi etik 200 euro, se si mund të jetojë një njeri me 200 euro, vetëm Berisha e di. Del avokati i popullit thotë me 230 euro. Në të njëjtën kohë që unë e kam deklaruar që 500 euro
se këta e duan me euro, normalisht duhet me lek, po këta e duan me euro, dhe unë pa ja u kthej me euro. 500 euro është më minimale që unë kërkoj. Sepse minimumi etik vendoset mbi bazë dhe kritere të veçanta, jo se dua unë apo do dikush ta caktoj, dhe nuk e caktoj as unë as dikush. Unë them, nën 500 euro nuk është. Mbi 500 euro është, po nën 500 euro nuk është, sepse llogarismë çmimet, taksat, të gjitha gjërat, shpenzimet që bën një njeri gjatë një muaji. Ashtu siç e kanë gjithë vendet e botës e kanë. Emigrantët tanë që janë atje, kur janë pa punë, shteti ju jep që quhet asistencë. Ata e quajnë asistencë, unë ja u kam quajtur minimum jetik. Dakor? Në Shqip quhet minimum jetik. Në atje quhet asistencë. Pra gjithë bota ka asistencë. Shiheni sa e ka Italia asistencën, sa e ka Gjermania, sa e ka Franca, sa e kanë gjithë vendet që këta duan të shkojnë në Europë. Pra, Zoti Merkoçi, po. Dhe duke mos pasur anti do të shkosh ke zhëja. Dhe unë këtë po them, dhe këtë protest, nëse do ta kthejnë në protest ekonomike, t'jeni të bindur që populli do vi, po do të përshkallëzohet me mosbindje civile. Keni parë në një herë që dalin protest dhe thonë nga ora 11 deri në 12 i kërkojmë gjithë bizneset, mbyllen bizneset. Keni dëgjuar në një? Jo. S'ka asnjë kërkesë. Nuk është thirrje hajdini mlidhuni këtu. E kupton? Tem populizma. Prandaj them, duhet të kesh kërkesa të cilët të prekësh të gjithë stresin e popullsisë. Sepse duhet të kesh kërkesa edhe për inputet bujqësore. S'ka nevojë na, më thot mua do të jap 200 kg naftë. Unë s'kam traktor, ti do më japësh naftë. Çfarë duhet nafta më kur unë s'kam traktor? Kur unë s'kam kombajn me çata kor. E shi gruaj. Për çam duhet nafta? Zoti Merkoçi, të ndalemi te pjesa se po kalojmë në një aspekt teknik që unë e kuptoj, është shumë e drejtë, po ndalemi te pjesa që çfarë e pret Edi Ramën në këtë situatë ku ndodhet, ku ju lat të kuptohet që ka një dorë të fuqishme qof nga jashtë që tenton të rrëzojë së bashku me protestën, dhe nga ana tjetër që ky është duke rezistuar, po në rezistencën e tij duket se ka humbur disi toruan apo jo? Unë nuk shoh se ka humbur, unë shoh që ai me këtë lloj kërkese që ta kanë bërë dhe me këtë lloj forme, mënyra që vazhdon protesta, ai është në rregull. Ai bën sikur se skizofren është ai çkeli. Ai ka këto filma, diti boj këto filma kështu. Sikur mërzitet, sikur bërtet, sikur kërcen, sikur bën. Ha? Pastaj shkon takon Macronin. E kupton? Stili Macronit. Ju e keni pa që fuqi që ka 18 muaj që vazhdo protesta, me 1,5 milion njerëz janë atje në protestë. Vazhdo. Vučići luajti lojën e tha mas 3 muajsh dhe dorëheqjen. Këta majtisët e kanë këtë, se kanë programet e tyre. Se mos harronin, nëse këta janë të Sorosit, brenda Sorosit ka rryma të ndryshme që kërkojnë të përfitojnë sa më tepër. Nëse unë jam të pjesa që këtë protestin e bëri populli pa flamuj të partive, dhe pse partitë janë mërë, se unë e shoh Qorrin, e Shenë, aty janë gjithë, po nuk dalin pak në tribunë, duhet të ishe kthyer në një protestë popullore me kërkesa për popullin. Dhe kërkesat në protesta janë gjithmonë ekonomike, unë ngul këmbë gjithmonë janë ekonomike. Ata kërkesat ekonomike kthehen politike automatikisht. Se çdo protestë është politike.